Po faktori bazë është që na si shoqëri jena mësu edhe jena të kriju me jetu pa regula, pa disiplin, edhe pikrisht kjo na mundëson për me qenë të lumtur, se në Kosovë plotësohen... Shumë interesant, pse për shembull këto shtetet ku ka disiplinë regull ka dalë në kryet listës. Në Kosovë plotësohen kushtet për njerëz me qenë të lumtur që s'janë disiplinum, edhe që nuk presin shumë prej shoqërisë. Për shembull i shohim kosovarë që jetojnë jashtë Kosovës, shtetet ndryshme, ku ka rregulla, ata gjithë janë pa kënaqur. Krejt menzi presin me ardhë në Kosovë. Se në Kosovë vjen, edhe unë vetë personalisht e kom po një rast, vjen dikush që është prej diasporës, edhe hapë drejtaren e veturës edhe gjuhë një kesë bërllak. Dhe me thonë, kjo është fakt që ndodhë. Edhe kjo i bën të lumtur, se nuk ka limite. Po, këm po vetë rast personal, në me thonë, kjo i bën të lumtur njerës që thjeshtë... Kuptoj që të thone, ka që me thyqat regullin e bën adrenalin të krija? Po, tash për shembull njerës që janë pak matë që bazohen vlera, ata disiplina i knosh, ata i knosh rendi, i knosh regullit, se njën sigurt. Do me thonë, a neve është e kondërta, plot fillojnë fitnessin, edhe shkoku që duhet minaj strikt një diete ose një sistemi të ushtrimeve, ata hjekun dorë. Do më thonë, vetë si shoqëri, është e vërtet që jemi ndër shtetet me popull ma të lumtur, kjo është fakt, besoj nuk diskutohet, shkoku që ne nuk kërkojmë atë shumë edhe Kosova ashtu nuk